do flasim për drejtësinë, përgjegjësinë dhe edukimin e një fëmie. Babai një vajze është ai që e mëson të eci, të guxojë dhe të mos ketë frikë në jetë. Dhe shpesh, pa e kuptuar, babai bëhet busulla orientuese e jetës së vajzës. Sot do flasim pikërisht për këto, po them, çështje, ide, eksperjenca jetësore me Edrinin. Edrini se erdhe. Shumë faleminderit për ftesën dhe është gjithmonë kënaqësi për një prind besoj të flas për gjën më të shtrenjtë që ka që është fëmia. Çfarë të ka mësuar vajza për jetën që ti nuk e dije më përpara? Vivjeni më ka ndryshuar bot kuptimin. Ka pasur një impakt shumë të madh. Më ka mësuar të shikoj gjërat, të vlerësoj gjërat më të thjeshta, gjë që e kisha haruar. Domethënë, një përqafim, një fjalë të ëmbël, emocionohem shumë kur flas për Vivin, mbase gjatë intervistës edhe mund të prekem, sepse gjithmonë më prek kjo pjesa kur flas për Vivin. Më ka mësuar një koncept tjetër për dashurinë. Gjithmonë e dëgjoja nga ime më që do ta kuptosh kur do bëhesh vetë prind. Në fakt, ato momenti se kupton fare, e kupton që është e rëndësishme, por nuk e kupton thellë në shpirt peshën e dashurisë prindërore. Gjë që ti e kupton kur bëhesh prind. Dhe unë mund të them me plot gojë që e kam kuptuar këtë, se ç'është dashuria prindërore dhe s'ka gjë më të bukur në botë. A të bën Vivi, Edrin, të reflektosh për veten? Shumë shpesh. Shpesh? Kam filluar, domethënë, duke qenë se fëmia është, si më thënë, është pasqyra jonë. Ajo është shumë e vëmendshme të shikon në çdo veprim që ti bën, çdo fjalë që ti thua, dhe ajo regjistron gjithkohën. E kam vënë shumë e vëmendshme. Dhe kjo më ka bërë të stepem pak në shumë gjëra që unë bëj në përditshmëri. Me idenë që ajo është duke parë dhe duke mësuar, kështu që unë duhet të jem sa më korrekt, sa më i kujdesshëm, sa më edukativ, që ajo të mësoj gjëra sa më pozitive, dhe ti reflektoj pastaj në shoqëri, në jetë. Që ke marrë ti diçka nga babi jot, që ti e ke të shenjtë, dhe që ti përpiqesh t'ja përcjellësh Vivit? Pyetje shumë e bukur. Unë kam një vlerësim shumë të madh për Timat, besoj si çdo fëmijë. Ai ka qenë një njeri shumë, domethënë është një njeri shumë familjar. Na ka mësuar me dashuri, me respekt për familjen. Dhe me që jemi këtë tema e familjes, ai e vë gjithmonë primare familjen. Dhe unë këtë gjë dua ta reflektoj edhe te Vivieni. Domethënë familja është kryesorja. Familja duhet të ketë harmoni, duhet të ketë dashuri dhe duhet të ketë respekt. Nëse mendoj që nëse një fëmijë i ka këto, i reflekton dhe në shoqëri, dhe shoqëria do jetë më e mirë. Po, dhe gjërat e tjera do i vinë. Çdo gjë do jetë më mirë. Dhe mundohem që t'ja përcjell këto vajzës, sidomos edhe dashurinë dhe respektin për prindërit. Po ti vetë çfarë do të thotë për ty të jesh baba i mirë? Po e vendos në thonjza baba i mirë, sa nuk ka baba të keq, por unë mendoj që nuk ka baba perfekt, ashtu si nuk ka dhe njeri perfekt. Fal Zotit. Por të jesh një baba i mirë, besoj gjëja më kryesore është të jesh prezent. Të jesh prezent në çdo moment të jetës së fëmijës, në të mirë dhe në të keq, duhet të jesh aty. Beson te koha cilësore, që e quajnë kohë cilësore, apo ti mendon që në çdo minutë ku ti je prezent, është i vlefshëm, vlen për fëmijën? Apo duhet të ketë një kohë cilësore? Në fakt mendoj që është kjo e dyta, pra çdo minutë është e vlefshme, por unë mendoj që prindi, dhe në rastin tim edhe unë e aplikoj këtë gjë, është që mundohem që çdo moment që jam me të, para t'i kushtoj kohë. Mbas asaj ditës së lodhshme që besoj ka çdo prind që vjen në shtëpi
mendoj që është shumë mirë që paktën 1 orë, 2 orë t'ja kushtosh fëmijës dhe t'i harrosh të gjitha, ta lësh atë telefonin mundësisht diku tjetër larg, dhe atë moment t'i kushtohesh asaj, ta dëgjosh, të luash, të flasësh. Domethënë është gjëja më e bukur. Unë paktën në përditshmëri mundohem të përfitoj sa më shumë, dhe t'i kushtoj sa më shumë kohë. Marr sa më shumë kohë për Dhe ta dëgjoj, sepse ajo ka nevojë të dëgjohet në çdo gjë që çfarë dëshiron të bëj. Unë paktën mundohem të mos ja imponoj çfarë duhet të luaj, çfarë duhet të thotë. Pra unë mundohem që ta lë të lirë, të shprehet, të dua të kuptoj edhe unë se çfarë mendon. Shumë saktë. Edhe nëse e lë të lirë, arrin ta njohësh realisht. Edrin, si ja mëson ti Vivit, meqense je edhe brenda fushës, konceptin e të drejtës dhe të gabuarës? Po shiko, unë mundohem që t'ja shpjegoj sa më thjesht, sepse patjetër është fëmijë. Në përditshmëri, pra në gjëra shumë thjeshta. Si ti ndaj lodrat me kushërirën e vet ose me shoqen e vet. Si të ndaj një ëmbëlsirë, po themi, ose një çokoladë. Si të pres në radhë, sepse me fëmijët është e vështirë të rinë në radhë. Po të presin, të respektojnë rregullat. Dhe pjesa tjetër që ka të bëjë me drejtësinë, mendoj që duhet, unë paktën mundohem t'ja shpjegoj thjesht dhe të kuptoj që duhet t'i bësh tjetrit atë që ti do doje ta bënin tek ty. Po nuk është e lehtë t'ja shpjegosh, sepse duhet të kuptosh që ke të bësh me një fëmijë, por unë mendoj që fëmijët janë shumë inteligjent të kuptojnë të paktën veprimet që prindi bën, dhe kuptojnë drejtësinë nëpërmjet veprimeve që ti bën. Quajnë të drejtë atë që ti bën si prind. Prandaj është shumë e rëndësishme ajo që ne veprimet që ne kryejmë. Veprimet, jo ato. Duhet jemi shumë të kujdesshëm. Mësimet, teoria që mund t'i bësh. Në fakt më lindi natyrshëm një pyetje tani. Si ti edhe Lori, ju jeni të dy shumë të mirë, po them. Jeni shumë pozitiv. Ju reflektoni pozitivitet. A je penalizuar ndonjëherë? A jeni penalizuar, po më qenë se jemi bashkë tani, nga kjo mirësi që ju jepni të dy pa kushte? Shiko, jemi koshient që shoqëria shpeshherë nuk reflekton ato vlerat më të mira, pra të gjithë njerëzit janë ndryshe. Dhe ti patjetër në përditshmërinë tënde përballesh edhe me situata të tilla, kur ti do të bësh mirë dhe të kthehet. Unë e kam nga i madh këtë që i vogël, paktën është një gjë që ma ka thënë dhe më është nguritur thellë në mendjen time, është që gjithmonë kur po ke mundësi bëj mirë. Dhe deri më sot, sa herë kam bërë mirë, nuk është se më ka ardhur keq. Por mund të ndodhë. Thjesht duhet të dish të përballesh me këto situata. Kush është frika jote si baba për Vivin? Në fakt kam disa frikra. Kemi kohë, i thuaj. Që lidhen edhe me realitetin, sepse ne jetojmë në këtë realitet. Frika më e madhe është që unë dua të jem prezent. Gjithë jetën e saj. Dhe është e frika që ato ta arri këtë. Që ke ndjerë kur e ke marrë në dorë për herë të parë? Është një emocion shumë i madh. Në ti atë moment nuk kupton realisht se çfarë ndjen. Sepse ke gëzim, ke ndjenjë përgjegjësie, ke frikë. Është e vërtet. Pavarësisht se baballarët nuk e pranojnë, sepse është ai koncepti që mashkulli duhet të jetë gjithmonë i fortë. Jo, aty ku je ul ti, nuk janë baballarët perfekt, të fortë, janë ato realët. Kështu që është një dashuri shumë e madhe, nuk e përshkruan dot. Ti praktikisht ke gjithë botën në duart e tua. Është bota jote e re. Pra, nga ai moment ti nuk je më siç ke qenë. Çdo gjë për ty ka ndryshuar për mirë. Kështu e ndjeva unë në atë moment. Shumë e bukur. Sipas teje, kush është gjëja më e rëndësishme që një baba
duhet t'i mësoj patjetër një fëmijë, por kryesisht një vajzë. Mendoj që është shumë e rëndësishme që çdo prind fëmijës vet t'i mësoj, sidomos vajzave, t'i mësojnë të jenë vetvetja, ta duan veten dhe ta respektojnë veten dhe këtë gjë ta kërkojnë edhe nga të tjerë. Shumë e bukur. Sepse është figura e parë që realisht e mëson një vajzë, i tregon se si duhet ta duan, se si duhet ta respektojnë, në mënyrë që kur ajo të rritet, ta ketë modelin. Ne jemi modeli i parë i mashkullit për vajzat tona, po. Baballarët. Edhe jam 100% e bindur që ti dhe Lori jeni një super model për Vivin. Shumë faleminderit. Çfarë mendon kur e shikon duke fjetur? Është momenti më i bukur i ditës, sepse e shikoj që është në paqe, edhe aty kuptoj që e kam bërë detyrën time. Ajo është e sigurt, edhe flej qetë. Shumë e bukur. Nëse do ishte jeta jote një këngë. Sa e bukur kjo pyetje. Në çfarë këngë në çfarë titulli do ishte? Duke qenë se Vivi na ka sjell gëzim, na ka sjell dashuri në jetën tonë, në jetën time. Mua më vjen në mendje vetëm një këngë, në fakt, që është e grupit Ace of Base, Beautiful Life. E preferuara ime. Jeta është e bukur, shijoja atë, bashkë me familjen tënde. Ne na ka bërë shumë të bukur jetën, kështu që unë e dëgjoj atë këngë dhe gjëja e parë që më vjen në mendje është Vivien. Shumë e bukur. Edrin, nëse Vivian do ta shikoj këtë intervistën mbas 20 vitesh, cili do ishte mesazhi yt sot? Shpresoj që mbas 20 vitesh Vivieni të bëjë një zonjush me parime, me të shëndetshme, të jetë e lumtur dhe të jetë krenar për papin e vet. Endrin, unë të falenderoj shumë për kohën, për emocionet që ndave, edhe jam shumë e bindur që kjo Tirana jonë e zhurmshme edhe kaotike, realisht është një qytet që ja vlen të jetohet, fal njerëzve si ty, po drejtojmë me ty, dhe shumë të ngjashmëve të tu, që realisht sot më zbukurove ditën, dhe Vivit i ke zbukuruar jetën me copëzat e tua dhe të falenderoj. Shpresoj që të takojmë prapë në intervistat e tjera. Falenderoj për emocionet që më bëri të përjetoj. Edhe për mundësinë që më dhe, edhe për kujtimin që do t'i lë Vivit kur të rritet. Shumë faleminderit edhe për kontributin tënd. Ke një kontribut shumë të madh tek Vivi edhe tek çdo familje që ka fëmijët këtu në këtë kopësh. Është kënaqësi, është realisht është kënaqësi. Jam unë me fat për ju. Nëse nuk do ishit ju, nuk do rria të bëja kështu gjëra. Edhe shpresoj që avash ky Shalomi, komuniteti që ne kemi ndërtuar, të jetë një qasje ndryshe dhe një model që edukimi, bashkëpunimi, komuniteti, njerëzish që atribojnë të njëjtat dëshira, vlera, ide, sepse është shumë e rrallë të gjesh një gjë të tillë në ditët e sotme. Edhe nuk kemi pak. Jemi një komunitet shumë e madh. Po, shumë e vërtetë që thonë. Edhe kam edhe një mesazh, nëse më lejon, për gjithë baballarët, ose ata që do bëhen baballarë, nëse kanë mundësinë të na ndjekin, është që mundohuni që të kaloni kohë me fëmijët tuaj. Nuk ka
asgjë më të vlefshme në këtë botë, sepse se sa e ardhmja, ata janë ardhmja jonë, janë pasqyra jonë, janë shoqëria, janë ardhmja. Kështu që sa më shumë kohë me fëmijët. Unë kuptoj që kjo intervista duhet ishte çik më e gjatë, Duhet. sepse mbas Ka pyetjes së shumë për të tretë, thënë, po, e vërtet. mbas pyetjes së tretë gjithë çlirohen edhe fillojnë ndjen, e harrojnë që ka kamera, pastaj, por që Unë ndjeva shumë mirë, më me bëhet shumë qefi. emocion, Më bëhet qefi. shumë faleminderit. Okej. Faleminderit ty.